Në vitin 2026 do të nisë një studim i ri për inceneratorët në vend për të zgjeruar zonën e landfilleve. Kështu është shprehur sot në mbledhjen e Komisionit të Burimeve Natyrore, Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj, gjatë prezantimit të projekt buxhetit të vitit të ardhshëm. Ministri i Mjedisit deklaroi në komision se në vitin 2026 do të mbyllet dhe fusha e mbetjeve në Vlorë. Landfilli i Sherishtës, sipas ministrit, bëri që të mos ketë dhe transferat të pakushtëzuara për mbetjet në Finiq, Konispol dhe Selenic, qarku i Vlorës. Në lidhje me transfertën e pakushtëzuar, Vlora dhe Selenica nuk janë të përfshira në këtë transfert për shkak të landfillit të ri të Sherishtës, që është ndërtuar nga KFV-ja. Duke patur edhe standardet më të mira në fakt për momentin në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ndërkohë që qytetet të tjera si Finiqi janë vlerësuar me një eksaktësisht, janë vlerësuar afër sa i takon Bajkaj, zonës landfillit të Delvinës. Transferta e pakushtëzuar për Bashkinë e Sarandës dhe Bashkinë e Himarës bëhet për shkak të presionit të madh dhe rritjes të tejskajshme të vizitorëve gjatë sezonit turistik, sidomos për Bashkinë e Himarës, duke qenë edhe e shtrirë në disa fshatra, por edhe largësia me landfillin e Bajkaj ku ata depozitojnë, por edhe terreni malor që kjo zonë ka e bën të nevojshme mbështetjen buxhetore. Ndërkohë, Vlora dhe Selenica nuk e kanë këtë për shkak të Sherishtës, por edhe për shkak të investimeve të tjera që janë pjesë e lotit tjetër të programit me KFV-n, siç është blerja e pajisjeve të reja për këto bashki dhe mbyllja e vendepozitimit të vjetër të Vlorës, i cili do kryhet me patjetër para sezonit turistik të vitit 2026. Ndërkohë që përfaqësues të delegacionit gjerman nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillim, si dhe përfaqësues të ambasadës gjermane, KFV dhe GIZ kanë vizituar landfillin e Sherishtës. Në këto ambiente, ata kanë diskutuar dhe me autoritetet shqiptare për forcimin e bashkëpunimit të ndërsjellë, në zbatimin e praktikave bashkëkohore për mbrojtjen e mjedisit, si dhe në vazhdimësinë e projektit në fazat e ardhshme. Në takim u konfirmua se synim mbetet ndërtimi një sistemi të qëndrueshëm të menaxhimit të mbetjeve që mbron mjedisin dhe përmirëson cilësinë e jetës së qytetarëve të qarkut të Vlorës.